E kishim pasarelën, koleksionin, më thënë, u shfaq me datë 1 nëntor, apo jo? Po. Ditë të shtunë. E shpjegojmë tani pak si erdhi ftesa, si erdhi bashkëpunimi, që nga, le të themi, procesi i krijimit, që nga frymëzimi edhe deri tek paraqitja modeleve në pasarelë. Po kështu unë fillova të merrem me që doja të krijoja diçka të re, dhe kështu fillova me skicimin, me moodboardin, i bëra dhe doja ta prezantoja këtë diku dhe mënyra më e mirë për të prezantuar ishte në Fashion Week Skopje. Edhe ato më dërguan ftesën dhe kështu që mora pjesë edhe unë. Sa veshje na prezantove? Totalisht ishin 10. Po ashtu fustane? Po ashtu fustane. Çfarë ideja, apo le të themi tema, cila ishte koleksionit? Po, koleksioni quhet Earthbound, që është inspiruar nga toka si element, druri, rëra, guri, tekstura, pra toka që që përcjell një energji të qetë dhe të fortë. Doja ta përcjell edhe nëpërmjet fustaneve.